Sigurisht Aurine suksese një sfidë e vështirë me Dinamon, pasi morët avantazhin 2-0, pastaj u toroqët në mbrojtje. Ky ishte plani për të administronit apo ndoshta ishte një Dinamo që tregua dhe fort dhe ju surprizoi? Jo, sigurisht që ndeshja me Dinamon këtë vit mos gaboj është ndeshja 7 që kemi luajtur. Është ekipi që kemi luajtur më shumë ndeshje me Dinamon, na ka qelluar në kupë. E dinin që do të ishte një ndeshje shumë e vështirë, e kishim përgatitur që do të ishte një ndeshje e vështirë. Dinamo ka një ekip shumë cilësor, me një trajner shumë mirë, por ne ishim vllaznia dhe u futëm në fushë pa frikë, dhe e ishim të sigurt edhe të bindur që do të kualifikoheshim. Edhe pse kishim barazimin në favor, asnjëherë s'kishim menduar barazimin. Pas 2 golave të parë, normalisht ishim shumë qetë edhe u munduam që në pjesën e dytë, sidomos 15 minutat e para të pjesës dytë, e dinin që Dinamo do të na rrezikonte, sepse s'kishte çfarë të humbiste. Dhe ne duhet të ishim më të kujdesshëm që mos lejoheshim që të pesojë gol, por pastaj pas golit normalisht Dinamo arriti sulmin, futi më shumë sulmuesa, edhe normalisht ne ishim më të kujdesshëm në fazën mbrojtëse. Por gjithsesi unë jam shumë i lumtur për kualifikimin, edhe më vjen mirë që kualifikimi nuk u arrit me barazim, por u arrit me fitore. Shumë mirë për këtë, por tashmë jemi në finale. Nuk e di që do të dëshirojë nga kundërshtarët, jemi përballur edhe me Gnatian, edhe me Partizanin. Nuk e di për vllaznin, ndoshta në letër mund të jetë Gnatja më e vështirë duke qenë se është vendi i parë, por ju keni ndonjë preferencë? Jo, sinqerisht them vërtetën. Gnatja ka treguar që është një ekip shumë i fortë që nga fillimi i sezonit deri tani, me plot merit ka qenë në vendin e parë. Edhe besoj se duke pas parasysh se ka edhe barazimin favor, mendoj se është më afër finales, por gjithsesi ndeshja me Partizanin nuk e di sepse Partizani është Partizani. Zot harrojmë që Gnatja kishte edhe një finale që shkoi 60 minuta, edhe besoj se do të jetë lodhja. Për ne nuk kena asnjë preferencë, kushdo që të jetë finale, do ta shijojmë finalen dhe besoj se kupa do të vinë Shkodër. Në një premtim për titullin, keni ndonjë planifikim, ndonjë çmenduri që mund të bëni si? Jo, sigurt nuk do të jap premtim, por thjesht i përndaj tifozëve që do të japim maksimumin, do të lozim me gjak, me shpirt që kupa të vinë Shkodër. Sot e pam që kishte një numër konsiderueshëm tifozësh, por në finale Në finale besoj dhe shpresoj që do të jenë më shumë, sepse në Shkodër jetojnë në futbollin. Faleminderit, sukses. Faleminderit.